Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me situatën në tregun e karburanteve, duke theksuar se ndërsa çmimet në bursat ndërkombëtare kanë shënuar rritje deri në 40%, në Shqipëri rritja ka qenë më e moderuar. Tërësi në treg dhe përmes bursave është konstatuar një rritje deri në 40% e çmimit, gjë që shkakton një presion të madh mbi zinxhiret e furnizimit. Në Shqipëri çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Prerazi tha se taksa e qarkullimit nuk lëviz. Nuk është problemi se ule këtu. Problemi është se po iku nga këtu do shkoj diku tjetër. Aty ku e kanë vendet, të cilat nuk e kanë në strukturën e çmimit. Dhe nëse ajo shkon diku tjetër, do të shkoj drejt për drejt tek përdoruesi i automjetit në formën e taksës për automjetin. Dhe unë nuk besoj se ka përdorues automjeti sot që do të preferonte që në vend se ta paguante në strukturën e çmimit për aq karburant sa harxhon, se mund mos harxhoj karburant sot fare dhe nuk paguan. Në vend se paguaj aty, paguaj 4 fishin e asaj që paguan sot për makina. Dhe jo vetëm kaq, po sipas kategorive të ndryshme të makinave, të mund të paguaj në ndonjë rast edhe 10 fishin. Kryeministri njoftoi gjithashtu për një projekt ligj të ri që parashikon krijimin e një agjencie shtetërore për rezervën e hidrokarbureve, e cila do të mbajë sasi të sigurta 90 ditore. Ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, e cila do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë, futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror. Gjë që ne besojmë do ta bëjmë të lehtë dhe për ju, të gjithë punën pasi do të garantoj sasirat e nevojshme, duke pasur mbështetjen shtetërore. Rama ju përgjigj edhe kërkesave të Konfindustrisë, duke theksuar se të vetmit që do të përfitojnë lehtësira nga rritja e çmimeve të naftës janë pensionistët. Situatave të kësaj natyre dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Pik. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë se çfarë i takon pavarësisht dinamikave të reja që mund të ndodhin.